besoj që shumë për juve keni pasi ëndra që nuk ki fuqi me bë kur gja, e që po ndodh diçka ti veç je që aty nuk ki mundësi me bë kur gja. Shumë i kumni tu kallzu si ëndrash, besoj që dhe juve ka ndodhur. Po nëse s'ju ka ndodhur, atëherë paramendohet ti je që tu nuk mundesh me bë kur gja, e ki provojën tënde, e ki forcën tënde, mirë po nuk mundesh me bë kur gja. Diçka po du me thonë me këta, që kjo është gjendja e prindit me evladin. Prindi e ka provojnë, i ka informacionet e tina që të nuk ban me shku, që të ban me shku, që të ban me ba, që të zban me ba. Evladi i tina shkan si ti nanër. Ky e din sa rrezik është atje, ai nuk e din. Ky ka plot informacione që ka mundet me ndodhë këtina këto, ky nuk e din. Kjo është gjendja e prindit me evladin e tina. Të manë, bashkë si kur ti nanër, e shë vetën të ba diqka, mirë po nuk mënesh me ndiku kur gja, se je i pa fuqishëm ka njerë. Kështu është prindi me evladin. Të që të rivi për thamë, ti si djallë, ose ti si qikë, ti je kopje e babes, ose nanës tane, e cila është dalë nude, baba me provojnë e vetë, me dijen e tina, me është të shpia, ti e dalë atje, ky për i shpis, i ka kreta të, e din që ka më në tut, për i provojës tina, ja mërmene që ka mundësi me ndote, nuk e din atje. Kështu që keni pak respekt për kopjet e juve, babën e nanën të shpia, se të bëhen shumë marak për juve.